Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhruar falenderojmë vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, në takimin e kaluar kemi marrë sa udhëzime për përmirësimin e zemrës, pas që para kësaj kemi marrë udhëzime praktike çysh njëri e një veten e tij. Çysh njëri ka mundësi me i kuptu tmetat edhe lëshimet që i ka. Nga kjo është faza më e rëndësishme e krejt procesit të përmirësimit. Nëse nuk e një veten, nuk i një tmetat, nuk ndin nevojë për përmirësim. Andaj duhet që të grumbullohet tek njëri një bindje pa kontestueshme se na duhet me përmirësu. Duhet të njëri më ndërtu një bindje pa kontestueshme se me gjendjen çfarë je nuk bën me dorë tek Allahu. Duhet me qenë gjendje më e mirë. Në momentin kur njëri sa është gjallë ende e ka plan bindja se që tash me dek miri kom punë, do të më di se si ka punë mirë apo. Për shkak se, domethënë, njëri duhet tërë jetën e tij me e shfrytzuar maksimalisht për përmirësim, në aspektin e falërimit, në aspektin e kërkimfaljes, në aspektin e durimit e reagimeve të tjera që kërkojnë jetën e përditshme. Momentin kur njeriu ka plot nga një vetkënaqësie, atëherë padyshim që kjo vetvetiu është rrënim. Mos flasë për problemet e tjera që i sill. Kështu që na kemi pa dhe kemi thonë së herë, sahabët e pejgamberit alayhis salam kanë marrë përgëzim për xhennet në dunjë nga pejgamberi me vahi, me shpallje, dhe kjo veç që ja u ka shtu devotshmërinë më tepër. Veç kjo veç që u ka shtu për kushtim më tepër. Parna me vendim apo. Andaj edhe sot e përmana në xhami të komenti Riyadhus Salihin rastin e asaj gruaje që ka qenë prekur nga epilepsia, e i ka thonë pejgamberi sa më i dërguar Allahut, lutë Allahun për mua. Ka thonë nëse don, bë sabër, e ki xhenetin. Nëse don, lutem për ty, edhe shërohesh. Ka thonë, po bëj sabër. Interesant, domthonë sot adin të komentu, thësha adin është për një e çuditshme gjendja këtyre njerëzve. Domthonë në momentin kur jepet mundësia për me fitu një xhenet përmes një porte, nuk e shikon çmimin, por shikon arritjen. E pse çmimi është i rënë, me jetu me epilepsi, murzu, nuk ka qenë lehtë apo. Por kur ka qenë mundësia që përmes kësaj me shku atje, on dunja ju ka duke pa vlerë. Për shkak se po muna me mri dikun ku, krejt jetën me dhonë, nuk e di tani a më me mri apo jo. Domthonjë që njerëzit i kanë kuptuar sanet, realisht çysh janë. Prandaj të ndërrozo ai që e një vetën realisht çysh është, e kupton se shumë ka punë me bë. Edhe shumë ka, domethënë, çka me investu në vetveten e tij para se me dalë për Allahut më. Kjo nuk është absolutisht, ku më thonë së herë, edhe nuk po du me leju që asnjëherë shejtani me bëj vezvese, madje as me një mundësi minimale, që kjo me prodhu në një gjendje për shembull ose zhgënjimit ose për shembull frikës të panevojshme të prumë apo. Kjo është vetë disim, që të këndellemi para se me ardh koha kur ndoshta këndella do të jetë e vëndshme edhe e pariparueshme. Sidoqoftë, autori ka përmend edhe se njeri për më u përmirësu duhet më u stërvit, duhet më u trajnu, sikurse edhe në çdo lami të jetës. Po, duhet më stërvit për më mujt me ngrit. Stërvit është përvojë qoftë në punë, qoftë në sport, qoftë në aktivitete, çka do qoftë do të stërviti. Edhe nefsi do më u stërvit. Dal ngadal, që me i përvetësu vlerat e të saktuara. Edhe për këtë më vonë takimin e kaluam, domthonjë qysh duhet na me i përvetësu cilësitë që Allahu me to i ka përshuar besimtarët. Don Allahu Kur'an ka kushën besimtarët, ti më njëni ki çto ti si, që të janë besimtarë që Allahu i dën. Që to janë cilësitë që është e pritshme një musliman me i pas. Se Allah i ka thënë po. Ti je në anën tjetër të cilësive. Tash duhesh me ndërtu ura që kalon nga kjo pjesë e jetës në këtë pjesë të jetës. Që kjo është projekti atë.
për me përvecu këto cilësi dhe këto virtyte, don stërvitje, don trajnim. Apo që kemi dhënë të ligjërata e përfitimin nga ligjëratat, nga informimi me kalu të kuptimi. Ndosh me kuptu që kjo për ty është, që ky kuptim me u integru brenda vetës tone, me kriju një gjendje të caktuar të keqardhjes që përdhon fuqi të veprimit atë. Kjo është domthon, po ju them, përmbledhje ndoshta e qindra teksteve në dy rreshta që mundi më marr të gatshëm atë. Mund të më lezu shumë gat, ndoshta jo let marrë si konkluza, por që është lecuar alhamdulillah me kuptuar se ka duhet me shku dhe çka do të më bëhet. Prandaj kjo ka qenë takimin e kaluar. Tash autori me që është fjala për stërvitin, me që është fjala për trajnimin e duhur, për ndërtimin e kërkuar, fillon nga fillimi i jetës. Thot kapitulli që flet për stërvitin e fëmijëve, që nga fillimi i jetës aty në fund. Tash ky e përmendte një rrugtim interesant që është ndërtohet njëri nga fëminia. Normalisht na kemi marrë elhamna vlera nga familja, kemi marrë edukat, po jo me këtë strukturim, padyshim se njerëz s'kan ditë shoqën. Na kanë ikë shumë mundësi atë. Ndoshta edhe tek fëmijët kanë ikë ndoshta shumë sana atë. Por megjithatë do të ditë që edhe ndoshta me e mundsu një farë lloj rilindje të vetvetes, apo si një foshnjë që fillon një farë rrugtimi më të strukturuar për atë që i ka Allah mundësi në jetën e kësaj bote atë. A ne kjo flet për fëmin. Mas pari të në vëzër djetarë para se më në mësu, qka duhet me bo në raport me një qështje, qështë duhet me kry një obligim, në vetëdisojnë për raportin tonë me atë obligim. Qka o që kjo? Ta shti, po flasin për fëmijën, qka o fëmiju? Shpeshër e njerë nuk e din qka o fëmiju për ta. E konzurojnë fëmijën për shamu si dhurat për Allahut, fëmija jam tash knacig, në kanë njerëz për kufizime të ndryshme për begatin. Kjo thot, dosh me ditë se fëmija është përgjësi. Ki mu pyet për Allahut për ta. Nuk është çështje, domethënë që ka këto hapësirë për me e neglizhu këtë çështje. Prandaj kam të pyet Allahu për ta. E për çka kam të pyet Allahu? Për ndërtimin e qëtyre virtyteve të ai. A ke mu që to mja bo? Nga se që to që i përmen këtë djetarën, unë e konzëroj për mbledhja ma e mire mundshme e çdo ligjërimi për edukimin e fëmijëve. Normal, ky përmen disa pjesë që nështë mund me dallu me kohën, në aspektin e mjetëve, po jo në aspektin e virtyteve dhe e qëllimeve. Sa qëllimet mbese njëjtat edhe virtytet mbese njëjtat. Në aspektin e mjetëve mund me ndryshuar sana në kuptimin formal. Po në aspektin e për exemplu si përmbledhje, unë e konsideroj që kjo është për ligjëratave, sikur se ka thonë të kaluamën, e këtë më rëndësi, po disa janë boshti i krejt librit apo. E boshti, pjesa, ndoshta boshti dhe pjesa e boshtit, një pjesë e rëndësishme e këtij boshtit të dersit, mbi që ndërtohet krejt libri është që ky ders sonte apo. Qysh, domthonë njëri duhet me ndërtu vetë, mas parë me kuptu emanet. Jetën e vet është emanet, edhe fëmia është përgjegjësi apo. Pastaj autori përmend se fëmiu, domthonë është një margaritar i paprekur. Është domthonë shumë i virgjër në mendimet e tij, ndërtimin e tij, apo. Prandaj pse e përmend këtë autori? Nga se këtë gatishmëri të fëmijët për me ndërtu dhe me gatu që çdon ti, nëse nuk e shfrytëzon ta rrëmbejnë, ta gatuin, ta brimosin, dhe pastaj nëse ti inkuadrosh si prind në fazët e vëndshme të ndërtimit, kime gjej që dikush para te e ka ndërtu. Dikush para te e ka mbill kuptimet dhe mendimet. Prandaj çështja e edukimit të fëmijëve është çështje serioze. Nuk ka projekt njët më të madh për njërin se ai edhe familja e tij. Për shto Allah ka me të vetë, tjerët pastaj vinë me ran. E po marrën si për familja. Se Allah për ta ka me të vetë. Për ta syje, domthonë ka erë njët din që me na ndoshta ngatru çështjet, cilës më don përparësi, çka më bë, dietatët kanë bën rregull shumë qartë edhe shumë funksional.
kur ngatron çështjet, cilës më don përparësi, s'po di tash me punu, për shembull me në shtëpi puna nga në grad kur pyesin ose me shkollues, ka pyetje të shumta, po dhe burrat pyesin e kështu me radhë se ngatron disa opsione, edhe tani e pengojnë njëra tjetrën apo. Qysh bëhet renditja? Mas pari përse Allah ka me vet. Mas pari çta? Mas pari krye me Zotin. Allah ka me përshtë. Tani për me tjerat. Për ata që s'ka me vet, mos e bë prioritet duke e ul ato që ka me vet. S'është e rregjikshme, apo. Për çka kemi pyet? Mas ne ato që s'kemë pyet. Po, e ato që s'kemë pyet për ta, nëse, do më thonë, e ka pengu ato që kemu pyet, edhe kjo tani bëhet që kemu pyet për ta. Për shkak se pse je marrë me këta e ke lënë ato që me pyet. Po do të thonë që njëri duhet me nda çështë ashtu. Prandaj ti kemu pyet për fëmijët të mas pasur. Madje për fëmijët e koishishtë, muslimanëve në botë, krejt ku të mund me mëri. Mas pari Allah atë familjen tonë, shtëpinë tonë. Kjo është obligative. Andaj thotë se fëmiu qalbu jawharatun sadaja. Do të thonë se e ka zemrën don margaritar, don të gatshëm për me mbjellën e tafton. Thot edhe uhi qabila li kulli naqsh. Ky margaritar është domon i gatshëm për çfarë të gdhendje. Qysh të gdhendsh e pranon. Sa është domon një margaritar domon i gatshëm me gdhend tafton. Mëse dikush pra ti e gdhend, sun gdhend aty bin gdhendje se bosh karravin. Kështu duhet me kon prindi para që, më thonë, gdhen në zemrën e fëmijut edhe në mendjen e tij kuptimet e duhura. Pastaj autori edhe përmend se fëmiu, do të thonë, stërvitja e tij dhe ndërtimi i tij bëhet përmes mbjelljes së zakoneve. Do të thonë, nuk ndërtohet edukimi i fëmijëve të ndërruar mbi bazën e urdhnave. Bënë aja bën. Jo, kështu ta. Po me bazën e mbjelljes së zakoneve, që aty i bëhet zakon kjo punë. Don ai realisht nuk ka tjera mënyra të organizimit të tur pas mbi bazën e prioriteteve dhe kuptimeve që ti e ke dhënë. Unë ti ka thonë çështot, ai tash disa rithur, disa vepron i bëhet zakon. Sikurse në zamanin më vonë, po veç për sërim më të qartë, kur thot pejgamberi sa urdhën në film me fal namazin kur kanë 7 vjet. Se ka obligim, nuk është për obligim, por është për mësim. Mi u bë mësim, mi u bë zakon. Nëse çohet atë që të më fal, se vihin dreka atë që të më fal. I ka bë zakon. E tani kur bëhet zakon, pjesë e jetës e çatëre ti mundesh me llogaritse, po e çtashti çit pjesë kur jotën. Nëse si bëhet zakon, po do gjithmonë me fjalë atë domon nuk është arrit si duhet ndërtimi i kërkuar tek fëmijët. Edhe autori në fillim kur kitin parathënie që flasin se çysh duhet më ndërtu. Tani ka dhënë edhe praktikat. Edhe thotë këtë ato që ka fëmia arrin, realisht ti je pjesëmarrës në shpërblem apo. Nuk ka që ti po shkarkon përgjegjësi. Se para është përgjegjësi, fëmiu, e dyta është investim. Fëmiu është përgjegjësi, mas pari pastaj është investim. Krejt që ka, në dunja investon, vallahi investimi më i mirë të familja. Se realisht krejt që ka ta bujnë nesër, bujnë do, agjerojnë, kanë frikë Zotin, përhapin, ka shpesh rase ku fëmiu është bë, në kuptimin fetar edhe të njohurive, edhe dëshmisë më avancum se vetë prindi. Se i ka mundësi që ashtot, elhamdulillah, ka pa mundësi më herët me u eduku, krejt shpëllimi që ka i bën, vjen ty japën. Pra jetë në rëvëzër, kur një dresë të dini, këput i dërpejnë veprat. Kur i me apon? Kush ta mon gjallë fletoren e veprave? Kush ta mon gjallë kanalin? Fëmija jetë apon. Fëmija jetë. E pasaj për te fëmis. Po, pra djetarët ju ndek, po, jenë met libet qilë këtu metin, apon. Sa njëri nga ta, këtajnë të kategoria, ta për natërën dëmë të që me mujtë me në thmime në i familje mes për para, apon. Sa, ulemat, pra që kanë shpëndon mësima, apon. Sa libri qeli ju ka metën, ose kur të që ka kontribun projekt caktum, që qaj projekt është shpërndat për mes ti, fjallë Allah të barë. Kjo të tërë mesele. Unë përnat për nësë të zakonash me individual që shumit se njerëz janë të kësaj kategoria. Kush ta mon derën qelë, që edhe kur des me ta drita në varë? Kush ta që dritën për dunjas? Fëmiju. Jo veç me doan e ti. Shika për shumë ka në personë, të trejen,
sadaka të ngjarje, sadaka rrjedhëse. A ka më sadaka rrjedhëse fëmijërit, edukata? Edukata nuk ka më mirë se edukata. Dhe ti kërkon një sadaka rrjedhëse. Nëse një qeshme, të thotë që pi ujë, e pi njerëz të kafshët, vjen sevapi, apo? Po një qeshme e bujarisë e mirësisë shpejtëmet gjallë mas teje. Kjo një segjade e shtruar, një Kur'an i hapun, kjo është hala më mirë. Ilmun yuntafa'u bihi. Kaloni dije që përfitohet për sa. Përfitohet për sa. Mirë, të s'ke mujt me lënë dije që kanë përfituar për te xhamati i xhamisë. Kanë përfituar për te për shembull shokët e tu. S'ke mujt me nëse s'ke pas kapacitet. Po ke mujt me lënë dije që përfituar për te fëmijët apo. Edhe fëmijët tamam çelë që derën e dytë. Edhe të tretën tamam çelë se është tamam hadithi fëmiu që i mirë që kalon që bën dua për ty. Pra të ndërrozë nuk bën me e neglizhu investim për familje. Bon keq ka i shërben përmirësimit tyne, forcimit të fesë tyne, ruajtjes nga dilemat, nga dyshimet, edukimit tyne, mos dhimbet apo. Andaj thot i vjen sevapi. Edhe thot wa in uida sharra nasha alayhi. Qysh fëmia nëse mësohet me të mirën, i ngulit e mira. Nëse mësohet me të keqen, i ngulit e keqja. Jetë në gjuhën e tij, në sjelljen e tij, nga se është ngulit me kalimin e kohës. Dhe pastaj padyshim edhe shëmtimi edhe dënimi për këtë sherr bartet edhe tek prind për shkak se ata janë përgjegjës pse fëmiu e ka përvecu këtë keqe. Për një situatë të jashtëzakonshme kur ka përjashtime dieta. Andaj thot duhet me rujt fëmin, duhet me eduku dhe duhet me informu, me mësu fëmin, domthon edhe me pajis me virtytet e larta të moralit apo. Tash fillojnë me dalë me hapa konkret, e qysh të realizohet kjo. Qysh të realizohet kjo. Mas pari të nërrullë lezër, autori thot se duhet me rujt fëmin nga llastimi në luks material, dunjas. Për shkak se të nërrullë lezër, shpeshe prindrit kanë qef fëmis me ofru më të mirët, edhe në rregull është. Mirë po, më ka pëlqyer shumë, domthonë një shprehje që ka pranuar autori, shumë e saktë është apo. Domthonë shumë preciz, që mos më të shku mendja kur jashtë kësaj apo. Nuk është problemi me i lehtësu punë, nuk është problemi, domethënë me i mundsu lehtësimet që ti si ke pas, begatit që ti si ke pas. Prish punë. Nga se këtu e mirësitë e Allahut, ashtu që. Mirë po ku është të lashja apo? Autori thotë të lashja është në dy sene. E para është që fëmia, domethënë me u stërvit në llastim që nuk din ndryshe mas nej. E para, nëse më ndodh, atë ka kriza. Do mungesa e luksit sill kriza. Që kjo është e lashja apo? Sikur të këplan njerëz. O mësu kështu, si të ka më pak e kapin krizën apo. Nuk bën me leju që luksi do me kon qetësues edhe mungesa me kon shqetësues, apo. E para, dhe e dyta, ku është problemi? Tek luksi i fëmijëve, ku është problemi? Është problemi të ndërruar te normalizimi. Do ajo kupton se çështja është normal më rëndom, apo. E kemi thonë edhe më herët, nuk e përmend këto autori, po ju rikujtoj ato që kam thonë mamati, normalizimi çka bën? Normalizimi sjell dy të këqija të mëdha. E para, ja humb njeriu ndjenjen e varfënisë për Allahun, apo është normal është, do të po kam, do të kupton begatin se më duhet andaj o Zot që mi varfën të ti, jo kështu, se kësot normalizohet, e harron pozicionin për Allah të mandu me kjo shërë, dhe e dyta, kur normalizohet begatia, humb falënderimin. Normal. A falëndon ti për frim Allah i nërë, që më frim. A ka shukër të posaçme gjatë ditës? S'ka pëtë. Nuk thënë elhamdulillah, që po më frim, s'po ka, s'tushtë. Thush veç kur e shë dikon që ka për me frimarit, elhamdulillah, po ato e shë më ka njëna 10 vjetë. Apo. Po, a kena shukër të posaçëm për frim? S'kema, pëtën. A ke shukër të posaçëm për shamun për shikim? S'ki, pse? Pëse normal, pëtën. Ditë për e të pa, të ma frim, bëhet pjesë normal, pëtën. Po këto, sahi, ne në ka bë normal, po kujdesi Allah të mundë sëpën. Kujdesi Allah të gjënë. Pa në të nërruar, Allah ka unë, o ma teskutu min waraka. Nuk bjen gjithë në kajtë këtë planet pa leje të Allah të gjënë. Leje. Do më thonë, nuk merë të i frim, pa dhon leje Allah. Nuk e lëshon pa dhon leje Allah. Nëse si jap leje të des. Apo kupton ç'është procesi apo?
Dilli me dal, merr leje. A bën Zot me dal sot bën, apo. Dhe sot Allah s'bën me dal, kthehet ka perëndimi. A që thot, gjithçka është me leje. Apo. A na kuptojmë që domthon çështja është domthon sikurse njerëzit thonë e ka kurdisë Allahu dunjon. Apo. Si shprehje mund me qenë pozitive, mund me qenë negative. Në kuptimin pozitiv është, nëse Allah e ka rregulluar gjithçka. Po, po nëse mendon se është kurrë sati, kurdisë tani leja i punon 7 sat, jo, sa kështu apo. Jo, nga se domthon akrepat e sati rrihen pa lejen tonë. Ata rrihen çdo sekond që kalon, çysh kalon për shkak të kurdisjes, apo. E nuk ka dunia kështu, pra se ka kurrë Allahu xhallahu ala dunjon me kurdis, në kuptim të rregullimit, edhe më vonë tash për shembull, për 100 vjet të ardhshme e kam rregullu ushqimin, e kam rregullu frymarrjen, ja. Çdo frymarrje, çdo rob që më frym, Allah ja pizat. Kështu më vonë, që ta të domthon një piku i zbën pa lenë Allah. Nuk ndodh kurrë pa lenë ti apo. Kurrë s'ka. Me na që veç barc apo. Sa njëri des këtë moment apo. Do meleku i degës e ka listën. A ja merr shpirtin pa lejen e Allahut? A ka kohën? E ka paraprakisht caktimin, e din. Pra, do të më lejet e ka Allahu xhallahu ala. Atë sa më ti preton njëri këtë edhe ja bashkë këtë çyf më jam. Unë ta kumpru, po kreto me lejen e Allahut. Unë do që begatia me qenë ushqim për zemrën para se me qenë ushqim për barkun. Do të më qenë çfarë do mjeti që ti ja lëson fëmis jetën tonë, jetën e tina, ti jetë mjet që e shton mallnimin për Allahun, dhe dashnimin për Allahun, para se më qenë lehtësim për jetën e tij. Që ky është edukimi i fillt. Fatkeqësisht shpesh e prind fokuson tek aspekti material i sebepit. Tash e lamna malet shkon në shkollë, tash malet i bën detyrat, po ç'ky lehtësim që malet po bën atë. Çfarë efekti ka raport me Allahun? Kurrë. Absolutisht kurrë s'ka. Ajte, ndërruaz, që kjo është shqetësuesje se sa po na shton begatit, nuk po na shton edhe falërimet. Sa po shtohet lehtësimi, nuk po shtohet edukata. Se këto çështje janë po mënej shmon, njohura në botë. Që ne për shembull të ndërruaz, të njerëz që nuk ka besim, shtimi begative, çfarë efekti ka? Arrogancë edhe pavarësi nga Allahu xhel. Shikoj njërin i kohës tonë apo, kur më i begatum s'ka qenë ato. Por asnjëherë mos mirënjohës ndaj Zotit s'ka qenë apo. Koha e mohimit, e ateizmit, është koha e adhurimit vetvetes apo para ka s'po thonë që përpas ka pas, për shembull devime, ka pas, po njerëzit me çat devim që kanë pas e kanë mandu Zotin, e kanë njohur Zotin apo në kaluam më shumë se sa sot. Janë këtu begatit. Shtimi begative dhe cimi begative, çka ka sjell? Ka sjell arrogancë, ka sjell një farlloj domthon një farlloj vetbesimi teprum me veten se nuk na duhet Zoti më. Nuk na duhet Zoti më. E nëse kjo është efekti e mosbesimtarët. Mirë, te besimtarët ç'do të më kon efekti? Që sa më ti vështon begatit, lehtësimet, do të më shtuat dhurimin. Pra se ti mëson fëmin tën se në hap me begatin dhe në lehtësimet që vijnë, shtohet adhurimi dhe përkushtimi me mirënjohja, ti je tamam, unë që shtu kom dash me të bëvotën. Po nëse kjo shkon shpërputhje, autori thotë që kjo është që është të lashe. Andaj duhet mi stërvit fëmijët, kjo nuk është me një fjalë, me marrë nders, valla pruna shtunën e pruna tet, s'është kjo pruna, apo më. Kjo është se edukimi nuk është informim. Edukimi është stërvitje. Apo me trajnu derisa don nga informimi kalon ku? Kalon kuptim. Të rënjosur i cili tash e mëson çysh mi lexu sanat apo. Është eduku, çështu të është edukuar. Çështu e lexon apo. Çështu e lexon situatën, çështu e kupton begatin, çështu e kupton sprovën e kështu me radhë. Prandaj thot autori mos e mëso, domthon. Shikoj, nuk është mos jam mundsoja, po mos e mëso, dallon zakoni edhe mundësia. Do të thotë le të jetë i mësuam diçka tjetër. I mësuam që dunia ndron. I mësuam që çka nëse ndosh sot apo. Prandaj shikoni për shembull, edhe Allahu azhani ka paralajmëruar sahabët për një humbje të madhe të begatisë. Sa herë ti ka paralajmëruar? Prap subhanallahu kur ka arkua e goditës s'ka mujt me gjetë vetën apo. Sa është goditje rona apo. Wa ma Muhammedun illa rasul. Sura Al-Imran. Muhamedi asam nuk është të pas dërguar Allahut. E fa in mata aw qutil, nëse ai vdes ose vritet, çka bën ju?
A ju ka thënë Allah për para. Allah ju ka thonë, inneke mejitun, ti ki me dek. I ka pregadit, i dek tjeti. A i ka pregadit, me kuptim, me informim, me kejt. Kur ka dek pejgamberi alehi, që shka që reagimi? S'ka mund me marrë vetë me qëto kuptima. Kër njeri goditet nga marrën i begatije, e ka problem, me rimarë situatën kontrol dhe me kun i stabil, s'ka gale, vazhdojmë. Problem është ke punë. Nëse s'është i edukuar dhe i përgatitur. A ne ky thotë që i vjen situata nesër, i mungon i begati, i mirë diçka, ka diçka, çka ndodh atë? Në udhë bila, në mos flet për Allahun ç'as duhet, më në për Allahun ç'as duhet. Kush ka edukimi, kush ka mërcit? E çka i duan ato begatinë se në fundit Allah na rujt. Duhet më një piti diçka që dunjon e kësha veç mos me nia apo. Vallai duhet më mësua, me trajnua apo. Vallai. Ka është sebeb e ka qenë Zoti. Allahu ta çon edhe Allahu ta merr. Sa më rëndësi çka bën Zoti, o më rëndësi çka bën ti. Apo më. Çka më kupton më thon? Allah ata jap, Allahu ta merr, jam punë të Allahut, nas fëmijë djalë jam çikam, nas përzijm këto. Nas dim, ai jap, na morëm. Ai sjap, na rrim, s'ka problem ke punë. Problemi është çka kimë bëu ti kur ta jap, e çka bëu ti kur ta merr. Ti çka kimë bëu? E çto të lashë edukimit. Shpesh njerëz të mungesë edukimit, domthonë në situata të dëshme, e pse Allahu? Po lehti Allahun, ti pse Allah? Ti çka bën atë? Andaj kjo është edukata me u stërvit në marrjen e anës së duhur, në marrjen në mbajtjen në pozicionin të duhur në raport me komplet ekzistimin atë. Ti ekziston me kon rob, që tu e ki karikën. I thosh djalit, i thosh ikës, pejtësoj karike, djali jam, qikam, zemram, kur mësë qa. Qëka të që të bëhet? Ka të zëja Uhudin atën. Ka thonë pejga mësëm, që ta e kom përmen të tjera rastë, betije e Uhudit, ku ka ardhë? Ka ardhë në kaptin në Ali Imran, familjes. Realisht, si në qari, është është më në të ube, ose në falë. Për mësur në falë, ka ardhë lufta e Bedrit. Në Tebuk, në Teube ka ardhë lufta e Tebukut. Por lufta e Uhudit, që mësë gjati është folë për ta, mësë gjati, detalet më të përmenduna për një luft në Kuranin të Uhudit, ku ka ardhë në Ali Imran. Nuk është e rasishme se ka njëre djetarët për me e shtu kuptimin e ajeteve e lidin me surën ku ka ardhë. Si për shambull, e kana përmendja munafikave është Nisa. Pse? Se munafikat mas pari godasin të gruja, me prish gruën tani me të shështinë. Sa është rastishme pse Nisa ka ardhë. Pastaj e përmend Teube, edhe aty ka arsye pse përmend Teube, e tek në fund është kurorizuar dhe është përmbledh aktiviteti famkeq i munafikëve në surën El Munafiqun. Tash kur Allah përmend në surën Al Imran, familjen çka thot? Çka rreth cilës ngjarje krejt Uhudi përmendet ata. Krejt përmendet tek masi që e kanë shu ata. Masi që e kanë shu kodrën. Që aty fillon zhvillimi i ngjarjes. Pa e duhet me kazu fëmijëve, grus, karikat e jetës që të jenë. Që kjo është karika jote, që kjo është karika jam. Gruja duhet me ditë që është karika saj. Burri me ditë që është karika e vetë. Nëse burri sulit në karikë të vetë, po kjo ullet gruja. Së jetë, se e gjënë qëprast. Se karike qëprast është. Nëse për shembull nuk ullet baba në karikën që i takon, ullet baba qika, djallë, ose rje qëprast, të në gjithë kush gjinit, ullet në karikën që duhet. Do shme njoftë, cilë është pozicion e jëtë. Andaj i thush mi, që kjo karika jote? Cëllë është karika jote? Ti e Rabbi Allahot. Që kjo është karika jote? Ledhë mirë, se fëtërimi është i gjatë. Deri sa ta atëra në varë, mësë zgjeda. A kuptove? Që kjo është jeta, komplet. Ullu në karikën e dur, edhe filloj më uthimin. Pej kër e ka një vjetë. Filloj më uthimin. Uthimi ka fillu, ledhë mirë, edhe kur një jetë tonë mësë zgjeda më. Për që sajë, pëtën. Sikur se ka thonë pejgamberi, nëse në shini për në bujnë copë e grim, para në, nëse në shini për në hajnë zëgjt, subhanallah, nëse shini që zëgjt për në hajnë, mos të vretni, te i të vjen dikur mos vretni, para në me po ka hanë, për shambull, Bubekrin ka hanë zugu, i copë tumë, heq të leq kush për hanë, mos gavë me zbrit. Po disiplinë Allah, ullu që tu edhe mos të vret, andaj që kjo është trajnimi, me jam mësu karikën ku du të mu ullë, që du të me respektuam. Ndaj dëmon, autori thot që mos me ullë në karikën e luksit, po në karikën e dhurimit.
Nga karika udhërimit pastaj, le të vjen luksi, le të vjen mirësia, s'prish punë, kur e din ku është i ulën, edhe udhëtimin ka të shku, s'prish punë për shembull të ndozë. Nëse ti hip në aeroplan, që është një shembull më konkret, i hip në aeroplan. Çka aeroplan ka më çu filan destinacion, ti e di ku kimë shku. Je lidhje bogati. Apo tash lloji ushqimi që të servohet në aeroplan, a ndikon në destinacion? Për mëndon që nëse hani kësi ushqimi, ka mundësi më rinë për shembull në qëtë vend. Ja. Ti nëse je lidh mirë, je ullë në karrikën e dur, hyp në aeroplan e dur, fluturimi ka me konë ndërtimi ku e nisti. Tani, për shembull, atë bin ari, atë bin ushqim nga maj miri, s'prish punë, nga se nuk ndikon në udhëtim. Ama nëse të nërvëzër, para se me unis udhëtimi, apo të nëqyre, nëse hyp qëtu, e ki qëtu ushqim. Nëse hyp qëtu, e ki qëtu ushqim, e ai hyp në aeroplan për shkak të ushqimit, jo për shkak të drejtimit, ka me huqët. Wallahi që kjo është këtë jetë, apo. Mos hyp në aeroplan për shkak të ofertës së ushqimit, po për shkak të destinacionit ku po shkon, ty apo ti më shku që atje Allah. Edhe duhet më mësu fëmijët, na is për në xhenet. Kur lidhesh mirë, edhe je orientu mirë, edhe je ul në karrikën e adhurimit, si robi Allahu te barekutaala, tani çfarë do ushqimi që të bin, s'do zaron apo. Mirë, po para se me orientu, edhe para se me kuptu ku e nis, me të bëjë oferta, ta rrëmbejnë vëmendjen edhe ta prishin destinacionin. Andaj autori thot, do të thonë, nuk është mirë që me i shtu sebepet e, do të thonë, sebepet e luksit madh që e zhvendosin nga jeta e durë. Pra po them me kuptime që ka se njëri kur ka mundësi plotësoj e bënja, po gjithmonë do të më di se epilogu përfundimtar i shfrytëzimit të mjeteve ku është, në llogari çkafit është, të afrimit, të largimit, të edukimit apo dëfrimit. Ku të po i shërben kjo? Ku të po i shërben dunjaja që po i afron fëmijët tuaj? Apo i shërben ahiretit tyne, edukimit, ibadetit, apo po i shërben Allah na rujt agjendave tjera që pa vetëdijshëm mund të bëjë fëmijët pjesë të agjendave tjera që ta prishin fëmijën Allah na rujt apo. Pastaj edhe thot autori thot duhet me e vëzhgu në vazhdimsi fëmijën apo. Po shikojmë se apo këtë bën këto edhe vëzhgimi i vazhdueshëm, pa vëzhgim të vazhdueshëm, tik pi dore, tik pi radarit apo. Kur të hub fëmia pi radarit dhe të kapsh ti, Allah tani ku ka marrë drejtimin atë. Apo, se ty shme përse gjithmonë drejtimin apo shka mirë me radar. Nëse hub pi radarit, ka mundësi e merr një orientim tjetër. Kur të rikthen ti prapë në radar, ndoshta s'ki mundësi me kthy në linjën e duhur të udhëtimit apo. Pastaj autori thot edhe duhet me pas kujdes, domthonë me çfarë qumshti po ushqet nga fëminia apo. Përpara të ndërvozit ka qenë, kur gruaja nuk ka pas qumsht, pra ka pasur problem me ushqimin e vet, ka pas gra që përdor për këtë punë. E ka ushqy fëmijën apo. Kam pa bo pagesa kështu, ka qenë të kaluar kështu apo. Ma e njohur se në kohën tonë. Se nga se tash ka edhe preparate tjera, nëse nëna se ka qumshtin e gjirit saj, ka tjera preparate që ja kompenzon pa pas nevojë dikush me ushqim me qumshtin e saj. Po të kaluar s'ka pas kështu. Nëse nëna vetë s'ka pas qumsht, më ja dosh me pi diçka. Andaj kam pas domon e thot kujdes, domon që kam i dhon qumsht miston, çka ka hungur apo. Shiko, tash ti s'ki më dhon përsi për të që ka hungur ajo, po kupton? Ma kja ka fitu me haram. A qështu, ti s'ki përsi për ta? Se ajo gre huj, apo kupton? Me për momentin kur kam janë qumë të fëmijës tënë, të kjo që ka hungur apo. Nga se ushqimi me haram krejt përpjekje i prishat. Tash kjo e përmend këtë shembull, për shkak se e përmend. Çfarë thash? Disa shembuj, disa metoda mund të dallojnë për shkak të kohës. Me po qëllimet mesit njëjta. Prandaj të ndërrohet kujdesi për halalin, çka po hajnë fëmia, me çka po rriten, është shumë vendimtar në, domethënë, ndikimin e krejt përpjekjeve edukative për formimin e fëmijës. Prandaj të ndërrohet që ka herë i një do fjallë njerëz dhe thush, so mirë për dinë, subhanallah. A me ashe që e shkel fort qatë regull njët në vetë, për shembull. Ti eshe një prind në kerë, me foshnje,
Domthon edhe një fëmijë tjetër ka 2 vjeçar, 2 fëmijë të vegjël. Ndërsa 2 prind pinë duhan kerr ku ka 2 fëmijë. Çka thonë tjerë? Allah për të punë po i më të fëmijët me Allah. A thonë kështu? Për tim duhanit. Edhe këtë njerëz e shohin këtë pamje si mos kujdes për fëmijët. Edhe kur rahmeti, kur që kujt e tyne do me myt fëmijët, për tim duhanit apo. Se ata shndrohen në duhan përës pasiv apo. Mirë, çata të njëjtë që ju thonë që tyne apo për duhan, e sheh që për shembull fitojnë haram, se kanë gale që me tim të haramit apo thonë janë nxojnë frymën e fëmijëve, edhe hiç se një vetën që është të bukeqëm. Allah ti po takon aty, ti e prish vetën tonë, okay ti po prishësh, vazhdo. Për mënyrë, pse po e prish fëmijën Allah? Pse po ja bllokon krejt rrugët e depërtimit të udhëzimit aty? Pse po ja bllokon barkun, po ja bllokon mendjen? Ka sa harami është padyshim bllokues. Andaj prindën me nu 2 herë para se bëni veprim se nuk është më veç vetja e tij. Po unë zbanën e më po. Larg asaj. Po e dyta, min tamar për marrë çao. Me hek dorë nga harami tërësisht për shkak se këtë investimi edukativ pastaj mund të shkohoj për shkak të mos kujdes në kafshatën që fëmiu e hanaf. Pastaj autori thot edhe një çështje më rëndësishme të ndrozë. Thot kur fillon fëmiu me i dallu sanet apo. A përshën çfarë moshe jeni apo? Ka çdo që përmana, a di çfarë moshe kjo? Se më thuaj për adoleshencë. Jo, vonë është adoleshenca. Ky po për 2-3 vjet që i ka. Apo, ke që tu apo të fol 2 vjet, 3 vjet, këso të fol për 15 vjet. Domthon, jo kur kryen të 15 vjet thot tash do të thëj diku tjetër apo. A kuptoj po ku është nisma. Thot këtë masë që fola, thot fa idha badat fihi, e kur fillon tash të maske kësaj, që përmendim më tani, me vrejt të kaj se po i dallon senet, e din djathën për të majtës. Tush, hajt djatha, ata që kjo. Majt, ata që kjo. Dimi dallu senet, apo. Dimi dallu që ka ha, që ka s'ha, dimi dallu. Ka mosha 2-3 veqare, 3 veqare, 4 veqare, apo bëhet ko që e jaftë me bëhet dallimin e senet. E pe atëre, thot, dhe më thonë, duhet, e përmen autori një standard të, dhe më thonë, që me thonë, muna me thonë, një lloj përzgjedhje, një lloj inteligjencë që mund të pas fëmia. Për ke pa prind fatkeqësisht çka bën? Kur fëmia pra 3 vjeçar, edhe për shembull den më u lut shokët vetë. Me aq më çon kjo që është den, që apo për shembull zakonisht me hile e matin me qurinë apo. Po, apo. Thot e në këtë moshë thot për cilja turpin. Thot se turpi është tregues i pjekurisë tina edhe i inteligencë armës së parë. Don se e ka kuptuar se tash ka dal, tash ti fillon thot çështja e parë mbi se tash ti ndërton. Projekti i edukimit është turpi atë. Don ky do të më di se kasën që nuk bën. Do të këtë më di kasën që s'na kanë hija. Kasën që nuk takojnë atë. Me ditë. Para se me ditë sa të këto sana, ai më di se kaksi sana atë. Tani jam sa sana atë. Don sot o dhalika alamatun najaba. Najaba të rrugës është lloj domon shkallësia, është aftësi që fëmia tregon që në moshën e hershme. E çysh modet kjo shkallësi, kjo aftësi? Autori thot përmes turpit që e ka. Fëmia nuk dhe me koni turpin sikur se i rritur. Për shembull të rrugës në moshën 3 vjeçare, 4 vjeçare ai flet, ato për shembull. Çysh është komunikimi i tij më të vjetrin? Çysh është për shembull sjellja e tij në raport me begatin që e gëzon. E tjera nga shumë se veç që flasin për, domethënë, me turpin. Prandaj thot wa hiya mubashshira, turpi që ka fëmiu, thot është përgëzues se ka me qenë shumë i pjekun, edhe shumë i shkallët kur të arrin moshën e adoleshencës. Në shiko këtë 3 vjeç tash ti e din se kur të arrin atje, me që e ka turpin, me që e ka frenimin në dorë, din mi dallu sanet, të mirën nga keqja, apo, edhe e vlerëson vetveten si krijesa e Allahut se nuk bijën në këtë nivel, s'na të kanë këneve, ka tregon që, e ardhmë e tij është shumë e ndritshme. Thot pastaj thot autori përmend edhe gjëra të tjera, thot andaj thot mos ke kësaj thot kujdesu mos e përzi me fëmijët që janë të llastuar në luks. Që ti tash ke investuar, ke bojë, ke ndërtuar turpin.
tash ti e shoqëron me fëmijë për shkak që këtë për lux flasin, këtë për të flasin. Shoqënia e fëmijët është shumë e rëndësishme apo. Thot e pastaj thot e çan me këtë të hoxha. Shikoj subhanallahu njerëzit nuk e kanë thot ç'a hoxha, jo ti duhet me përgatit ti vet ose e çan shkollë që shkolla më eduku. E ti çe ke dhënë kur u kon 7 vjet të tjerë. Çfarë ka marr kur del pishpis? Se fëmia rrin të shtëpia niku, nuk del. Kur del pishpis sa duhet me dal kogja i përgatitur që me vazhdu marrjen në përputhje me orientimin e jetës, në përputhje me kuptimin e duhur të jetës. Thot nëse, domethënë, tash fillon mos i mirë, fillon me i zbatu dhe të jenë funksionale, kuptimet që ja ke dhënë, po duhet me e nderua. E nderimi nuk ka gjithmonë, domethënë me dhënje. Tek tablet jo, s'bën me mësu gjithmonë që sa bën mirë me ble. Se kjo ja shton materializmin, ja shton lakmin. Po çu duhet më shembull ka livdan para familjarëve. Apo ka për shembull jap një mundësi caktuar në punë caktuar. Ka i blen diçka. Po nderimi është lloj inkurajimi. Thot nëse ndodh me gabu diçka në situatë caktuara, thot duhet më bëu fillimisht kështu pa e shaptën, që më jap atij mundësinë e riparimit të gabimit tonë. E nëse ai nuk është jaftë me riparu, po shkon duke përsit, do të më ndërhyj aftën. Do të më mësu vetë që me riparu gabimin. Apo e vren, ai turpi që ka dhënë fillim, edhe kuptimet që ka dhënë fillim, a janë funksionale, që s'u dosh më po, kështu që s'u po baba në drejtë. E çfarë do më po baba? Që është i aftë me mbijetu në mes në punësia me kuptimet që i ka marrë. A dhe thot të gufile. Do në fillimisht kështë s'pesha. E për cilë. E nëse e shë që i keqa po i bëhet zakon, do të me ndërhyjën. E ndërhyja është me qërtim, me këshill, format caktuara, normalisht jo me e shëndru në dhunë, nëse dhuna nuk përdhan efekt, po zë për situata të matura caktuar me kjo është pasaj tim të tërë. Thot, e përmeni sen që për kohën tonë në kohën është thot, po autori se ka këtu për me kriju për shembull një lloj gogoli të frekshëm apo. Po e ka për me ndërtu hierarkinë e respektit. Thot nona duhet me eduku fëmin që me pas frikë për babës. Jo frikë që ik për tina atë. Po për me thonë, me bu me ditë baba, do në se me arrujt babës autoritetin, përshka këse nona edukon me emocione dhe dashni, nërsa baba me autoritet, e plëtsoj një unitetën. Dhe kështu, do në, gruja e ndërton autoritetin e babës të fëmiju. Është e të mërshme për shambull, kur gruaja para fëmijut, ja unë që me babën. Me fjallë, pahishme, me fjallë. A i fëmiju nonë e dënë si emocion, nërsa babën si autoritet. Nëse përzihen senet apëtën, s'ka më të mija kompenzu apëtën, absolutisht. Nuk ka më të mija kompenzu. A e më shumë, e keni pa, nuna mund me konë shpeshere, bërtet ma qpesh, bërtet ma shumë, fëmija se mërë apëtën, ama baba një herë me baba din që situata o serios apëtën. E duhet si autoritet, jo baba mu shëndru si kurse bërtet e banë e dikurnë, a e se ki kalën këtin apëtën. Dhe kjo pastaj është domthon dështim në ndërtimin e autoritetit të babës tek fëmia. Baba do të qenë i qetë, aktiv, bashkëpunues me gruan e tij në ndërtimin e fëmijëve, por secili duhet me lut rolin e tij në raport me natyrshmërinë që ka. Gruaja natyrshëm është më emocionale. Gruaja natyrshëm ka më shumë dëmshëri. E ka dhe baba, po e ka më të menaxhueshme. Nëse baba bie në ndikimin e emocioneve të gruas, nuk ka mundësi me menaxhu fëmijën çu duhet apo. Se fëmia pastaj nuk e heton presionin e autoritetit. Shikoj s'pona sa bukur është kur për shembull gruaja domthon din me nda rolin mes një gruaje kur është privat me burrin e saj dhe një gruaje që është nën raport me fëmijët e saj apo. Ndërtimin e autoritetit të burrit apo. Edhe gjithashtu baba, domthon e respekton, e nderon nonën e fëmijëve para fëmijëve. I është mirënjohës që fëmia të jenë vlerësues për kontributin e nënës të shtëpia. Që kjo është roli i bashkëpunues, që përçon mesazh duhur edhe nga ana e nënës për babën tek fëmijët, edhe nga ana e babës për nënën tek fëmijët. Pastaj thot, normal duhet me mësu kapak edhe kanere qëllimisht, domthon me kalu kapak nëpër disa vështirësi.
E di, në vene ju majt disa kampe stërvitore për jetën të fëmijëve që janë, të fëmijëve që janë të lastum, të miliardera atë. Ta që nuk din çka është me hek atë. Po kur nuk din çka me hek, si kupton shumë sa jetë atë. E qenë për kampe të caktuar ku flanë dhe han për shkakun gjat, ai mësuar stopën. Po rresh kjo kogja ndikon e pikon. Qëllimisht i qenë atë. Ne kemi ju para do kohë, sepse një sheh i njohur është sa më si emri i tij, thotë është marrë një projekt, paranoni, në Çabe për 2 muaj me mësu Kur'anin hifz atë. Fëmia ka nejt mrena skandal. S'ka me dal, mrena haremit me nejt. Edhe ka mësu deri në 10 orë apo 12 orë hifz atë. Strikt. Këto janë kanere, po mënej seminare të koncentrume, janë shumë të fuqishme, që normal nuk qëndron kështu 2 vjet, ama 2 muaj. Thot edhe këtyre fëmijëve më thirrën, thot më majt një ligjërat inkurajuese ka pak e kështu më radhë. Thot edhe shkova. Ja majta kur dola, tha, mu vu pas një fëmijë. I moshës së re shumë. Më tha, a mja, s'po të njadin, sa s'di ku të kumë po, shikaj, ka që i vogël, ti shev, kjo shev me përmasa o metore, po, që kjo është që i mësu, në të kuptim, pse du të me të njofë, unë jam gjalli filonit, e kër prani emrin, po, gjalli multi miliarderit, jo miliarder, tha se kësha taku, pa e njefë, se emrin e njërën. I thash, po babën e një, po sa kum taku të te, qka vremi? Thotë më kam pru baba që topën. O vëllaj së më përrija, që verës, që të përshim e kim, djemë të agjes të shkune për këto vene, për të e më ka bloku që to, vëllaj së më pëmsaj, së më pëmbaj, pash Allah i thuj babës e të më dirë për që të ujtë, se të më gënë ty. Të më hekë për të së më më drune këto. Në shëmsu këto, ata përshkrajt është parnaj, multi ka mujt, ka parnu tash ku far ishu dikona, far udhimi dikona, far diçka dikona, edhe vetë kur ka parnu ata ku janë, më zvetë aftër. Ama baba i ti me eqëm. E ka që ja, ka onë, që të kime mësu për 2 muaj ditë, e mëson tani. Edhe aty ko gjarë regjimi është strikses. Nuk mu është që është me mësu të Kur'anin për 2 muaj ditë, edhe mu lastu. Aty gjumi është ndryshe, buka ndryshe, gjithë shka ndryshe aftër. I thash, jove birja më sëgut, ka dale, se kalen, kalen, s'bëj sa për muaj, njësa me kajt, s'me me drunë këtë jetë, o, ka dale se kalon që mirë, ku për të më mirë se në Çabe, në Mekë, pëtën, me shku atje, ta përshkruaj atje, po bëjkë, e qetësove sa mujta, tha, nuk di o bënd, po, nuk të me marrë këtë rol, mi folë, larga saj. Tha, edhe e lash, edhe vazhdoa punët mija. Tha, e kësha paru këtë ras komplet. Tha, mas 15 vjetë, tha, me një vend, tha, shkua ta mu falë në xhami. Tha, edhe po presim i kametin, kur ka hitën një djallë, mashallah, ta, ftyra nuri bëjkja, dritë. Ta, i veshën bukur me ato, veshën që kanë me ato shimagun, ato ngryje, në Arabi Sauditat. Tha, një djallë, mashallah, të bare kalaf. Tha, në e falë namazit, qëfar këndimi, qëfar ledzimi. E tha, mas namazit, apo më takan. Shekë, që shjesë, këto shkë shekë njërë, apo më njëtë, jo, fondas, ai qëllimisht, ashtë. Jo, ka unë jam, ai para 15 vite që pa takajt, a monit këmë dzërim për që të ujtë, tha, Allahu në gjenet bëmën të me që së më kanë dhimë që të ujtë, tha, e këmë su Kur'anin, e këmë kri fakultetin shëriatit, ishë bojë gjykatës, tha, është të jam doktatur të prunë doktatur, tha, më ka pa Allah e kajrë që s'ta mërmenja, sa mërësi Allah me kepë, për qatë sabërën që të ujtë, pa hi e ka pak, s'ka Allah njëmë, mi e lecu të në ondë, lastohen, prishet, nuk kanë lastim kur gjopë, me që ka dopsim lastim, i thash, Allahile, që kam bojt dim të agjës, ku janë? Se për me është atër me ta. Allah i tha, do tha, jo me në gjysë, se kam kërë shkollën, do tha, janë sëpërut, mos vetë të halët t'ynë. A ma tha, bëj këdo për babën, subhanallah, tha, adin pilëqke zemrës, Allahu është probleft, gjenetja bëvë që ashtu dërë ma bëvë. Se që këmë rija, pa hitën të vëzër, kërë nuk ban me dhemshëri të prume, për të arëtme, sot e ndërton nesër hajrin një shemë. Andaj thot autori që duhet ka pak më mësua dhe me kaluar për situata, mu shumë më pëlqen kur për njerëz që kanë biznese, kanë punëtor, i shit mitë edhe vetë me punuar. Shumë mirë.
Se mëson me lësu begatin, me lësu mirësin, mëson me kuni gjendë shumë, me një shtirë të njerëzve, apëton e kështë më radhë, ka shumë do binë këtë. Tha, do të me mësu edhe me konë modest, dhe jo me umbur mbi të arritur të babës, apëton. E po, a din ku shumë mëne, djeli kujna mëne, a këto zban me alu fëmijës kur, apëton. Nuk ban fëmija kur me e kuptu se ka mundësi me ungrit, me bazën e autoritet babës, apëton. Do të me mësu që ti kime pagu vetë çmimin e autoritetit, atë respekt. Nëse se fiton këtë çmim, po, pastaj për shkak babës, e për shkak prindve e të familjes, pa dyshim që ka respekt shtumë, se normal në kjo punë, apo, mirë po, jo me kumë baza e respektit edhe autoritetit ku e ndërtu me mbi babën, nërsa i fara s'ka jep kur faqmi për këtë çështje. Pastaj i thët, du të me mësu në komunikim, po të me konë lavazan, mësë në folë shumë, ka dalë, kur ka filoni, festeko, këtë në këtë stërvitje, apo që me mësu. Pastaj autorit të ndërvëzër përmen, do me thonë, se krejt to që i përmenëm, do me thonë, deri më tani, është që me mësu me e kontrolu nefësën. Që kejt të i vynë, kejt që to, kur nësë është obligim të që e bojmë, ma kejt me mësu që duhet me ustërvit që nga fëminia me e majtë në kontrol vetë në. Nga se ka një prindi vetë tiu, ja prish frejt fëmijës vetë. S'ka kontrol të një vetë. Kur si ka prish, ku frenimi? Prindi që është, se ka mësu kur me frenu. Kur si ka mësu me thonë jo, veç po. Andaj, ai ku me vogu pas e kos në kësaj në të armën, Allah në rrëtëm. Andaj, ka thonë, edhe normal, në kodër saj, duhet me edhon hapsire dhe për arkitime, për gjitha, kjo është pa tjetër. Por sikur se kanë fillim me mesatare dhe jo me e kuptu se që kështot është dyshë zban, jo bën dhe kështot, jeta e ka dhe këta, që bën Zotin e nuk dim, po që ka bën të në raport me Zotin, kjo duhet me kone e ditur. Pastaj i thot, prej asaj që ka thot, o idha belega se vasinin, e kur arin 7 vjet, që 7 vjet në kështë i bën 25 vjet, apo, jo, kur i bën 7 vjet, që kej këto para si bën 7 vjet, kur i bën 7 vjet, i thush, Allah ta ka bo obligim më falë. Të nëzër, një fëmijë që e din karikën, e din qëllimin, e din vlerat, kur vjen namaz, a është problem? Nuk është problem. Nga se aje kupton që kjo është zakoni, që shtu të pse, e që shi bjen për mos më falë. Se dina që shi jeta për mos më falë. Për shkak se është edukum në këtë frimë. Thot, andaj, thot, kur arin moshën madhore, thot, i ka të integruara, i ka këto krejt në vetën e ti. I gatshëm, i pregaditun që të hynë tash në botë në obligimeve. E ke pregadit. Se tash kur vjen moshë madhore, a i tash hynë në nivel tjetës. E ka obligim namazin, e ka haram këtë, me në këtë i shkrujnë, logaritë për punë të veta, a i duhet me pregadit fëmijën për kone adoleshencë. Thot, gjithashtu, thot që duhet me pas kujdes atë çështja e ushqimit apo. Nga se çështja e padyshim për çështjeve të para që sprovohet me të fëmijë është çështja e ushqimit apo. Nëse sigurisht e kanë përgjithësi aty sabisti fëmijë kur i kanë ha me dorën e djathtë, ha para vetes, do me mësu me hongër me mas, me armë, me kongër, me kohë, nga se domon sprovat kryesore që njerëzit nuk dinë mi menaxhu është sprova ushqimit apo. Me hongër shumë, me hongër pak, domon tepru me hongër, don njëri kryesisht i ka dy forca të epshit që duhet mi menaxhu, apo epshin e barkut dhe epshin e organit vetë. Çdo dyja, barku që ka në barka, apo që kanë vëzhgim, që kjo është testi i turpit njerit edhe i formimit të njerit. Andaj duhet me mësu që, dhe me thonë, me menaxhu situatën me ushqimin e tij, edhe në kuptim të sasisë, edhe në kuptim të, dhe me thonë, cilësisë, edhe çka po han, edhe kështu me radhë. Në me thotë, duhet edhe moshën madhore, kur ka një adoleshencë, sa i ka 15-16 vjet. Përmes ushqimit tregu që ka ushqimi për shkak të poprishet, apo me lëm pak më shumë, kja më kuptu se Allahu xhallahu ka dunia se ka bot për hershëm ata. Dunia e kalon, kena me dek, me edhe llogari. Që ka me fillu me eduku tash edhe në përfundimin e jetës, a vetë sa e ka nisë jetën apo. E të na njëri ka bot 60 vet, edhe fut për dekën dhe të hoq. Leki tim nëre, e kur vllok koment ka dhuti për dekë që i ka bot 60 vet vllok. Po 30 kuti banjera po. I bën 30 4 vjet i duket te me hershme dek apo. Kur ti bën 15 vjet i kallzon që ki me dek.
Nga se kjo tash është një farë lloj frenimi për veprat e tij. Ka dalë mos bëj gjithçka. Edhe na dim ka fëmijë që desin 15, 17, 20. Me përgatit, kjo përgatitje që të jetë i gatshëm për çdo situatë. Thotë gjithashtu për asaj që do të më pas parasysh është domosht që me engulit tek ai në vazhdimsi, domthon ahiretin që me qenë realisht gjithmonë të ai e qartë se ahireti është përfundimi i jonë apo. Edhe në këtë aspekt domthon me pas shembull dorë. Thot Sahel ibn Abdullah at-Tustari. Sahel ibn Abdullah at-Tustari ka qenë nga zahidet e mëdhtë njohur, nga njerëz devotshëm njohur ka qenë apo. Dhe njerëz që ka fjalë shumë të mëndshme. Thot i kam pas 3 vjet. Shikoj thot, i kam pas 3 vjet. 3 vjet lëndë. Thot edhe thot u qesha natën, thot edhe shisha don dajën tem. Muhammed ibn Sivar të ka falet apo. Subhanallah. Nuk më ka qenë a shapin të falat të lezu Kur'ana. Çka më nëzishu, kanë shaj, do çashaj 3 vjet. Thot andaj të kom pa dajën ka falet. Thot edhe një ditë më tha. A përmend ti Allahun që të ka kriju 3 vjeçar. Apo në dhikër ti? I thash e kejfe adhkuru, ç'më bëu dhikër? Tha më tha, thuj me zemrën tonë 3 herë. Domthon, s'keni me gjuhë, veç në kuptim me ka qenë domthon që me ngulit mrena këtë njëra, pastaj me dol me zemrën. Thuj, Allah është me mua dhe Allah më sheh. 3 herë ditë, çita para mëne. Allah me mua, do më ha morakaben, që Allah po të përcjell. Tash se ki dojnë, se ki babën, po Allah po 3 vjeçar. Çfarë kuptimi është apo? Do thuj Allah është me mua, Allah po përcjell. Thot pastaj thot e thesha, domthon, natën e ditën, edhe i thash që shtu ja kom babën. Atëherë tha, ma boni, domthon, ja ka shtu dozën, thuje, ditën që kaq, natën që kaq, ka dalë, ka shku duke e ngrit, e tani ka thonë, domthon, 21 herë, 15 herë, së më rëndësi kjo që është teknike, që shi ka thonë, së është kjo sunet, me thonë, gjatë ditës që kaq, po e ka përmend këtë si dozë edukimit, tani thot, i ka thonë, e tash, tani jetën tonë që të mos harro. Allah është me ty dhe Allah të përcjell. Thot, mas 1 vjeti, do më ka thonë, ma e men kë që ta këmsu, edhe mos e harro detin varë. Për nëna, 3 vjetë e ka njësë, mas 1 vjeti ka pas 4 vjetë. E ka përmen desot e shë në varë, e ka përmen që ki me dek, në varë ki me shku, edhe kjo bindje me konë gjithmonë pjese e jetës tonë. Thot edhe, thot, me këtë e kom një farë knetësi një temë gjithmonë. Thot, pastaj, thumë me kale li khali. A dhe një ditë më tha dojem, ja Sahel. O Sahel, ta është i ka thonë mos 2-3 vjetë, mësë që kjo ka bu këtë pjesë të vetën, Allah më shabë. Thot, nëse men kanë Allahu ma'hu, aj që Allah është me ta, edhe aj që Allah e shë në vazhdimësi, edhe e përci në vazhdimësi, a ka mësi me i bu gjuna? 6 vjeqarë, e ka mësu që tash, Allah po që ta shtetin që apan, që ka pjesë e turpit në Allah të barë këtëra. Jo, për mu, po, marë po Allah që tash turpi, e aktivizon turpin në shërbim të edukimit. Tha, do më thonë, më tha, i jake o elmasi, atë rujnë nga gjunahu, atë pasaj kam shkun me këteb, edhe kër i kom bo 6 vjet apo 7, e kom mësu Kur'anin për mesh. Kjo mësimi më kom para se mi bo 6 vjetëm. Përse dhe dhije se Allah gjallahu e kështu mënot, thot, të me bade dhe like, thot, e mas saj, thot, nga kujteset nga doja jam që kum po, edhe nga edukata që me kap, thot, mo namazin e natës se kum lon kur ma di dhe ta natën ju falat. Këja pshamu qysh edukimin në vëgjli edhe gdhendje në vëgjli, realisht mbetet pastaj pjesë e zakonit let i inkuadruat në shtegun e adhurimit. Pra i të ndërrodhë vëzër, që kjo është për fëmijë, do është të më pra një pjesë të është, po pak më gatë, që ka të bëj me kushtet e stërvitjes edhe për këtë tjere për neve, mirë po, këtë mund të alim për në takim të edhe mënyrë të veçantë, ama kjo është e që e ka përmantorin, është ta le rrështë dikur ka mujtë me ikë, në aspektin formal, po për mbledhje e komplet, do më thonë, hartës, edukimit edhe stërvitjes nga fëminia, që e ka përmantorin është që kjo që e përmantorin të alhamdulillah. Prandaj në përfundim po do të thonë të ndërlozë se autorët na përmendin se fëmia është emanet.
është i gatshëm për gdhendje, veç është më rëndësi cila është dora e parë që e gdhend. Apo, na mësoj që duhet me mësu që me vlerësu begatin, dhe jo me ellastu begati. Do të me kuptu që begatia vjen si kujdes i Allah ndaj neve, jo si diçka normale, po si diçka që veç Allahu po don se mos ndoshta nuk vjen, apo edhe pastaj me rujt edhe nga shoqënia e ellastuar. Pastaj me përdor turpin që fëmia natyrshëm e ka, pa u prish turpi i tij. Halaj turpi origjinal i freskët si pranvera, apo në fillim me përdor për me ndërtu, domthon vlerat që i duan e tutje me rënd nga kuptimet që i përmendëm. Allahu na mundsoj që këto kuptime me drejt i bartim në veten tona, tek fëmijët jonë, tek gjeneratët e ardhshme, edhe pse ndoshta në aspektin e moshës mund të na kenë ikur periudha të caktuara, por besoj që njeriu sa ardhon që këtë projekt me e apliku në jetën e përditshme dhe tek fëmijët e tij më që nuk është asnjëherë vonë. Edhe pse normal, edhe pse s'është vonë, nuk është lehtë. Se shumë është në fillim, vështirësia shkon duke u shtuar dhe duke u komplikuar me shtimin e viteve, mirë po sidoqoftë, ai që përpjeket në emrin të Allahut dhe mënohet, Allahu xhallahu nuk ja humb mundin e tij. Allahu na ruaj fëmijët, na gëzoj zemrën e shpirtin me ta ndonjë në ahiret. Me kaq për këtë pjesë, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.